kuvendi, ne deri në këtë momente, pra, kur kanë betur edhe 26 orë, deri në fundin e afatit kushtetues për konstituim kuvendi, nuk kemi parë që as nuk është thirrur ndonjë seancë re, por as ndonjë lëvizje nga të tjerët për të bërë një seancë re. Çështja ose tendenca që po shoh për procedurën me e kthy në çështje politike është problematike. Na po shohim që zoti Kurti është të shkel kushtetutën dhe po theme mos të lëshohemi në çështje procedurale. Po duhet, apo më të flasë edhe mas ne i shes anin e t'i ka shkeli, sa ligjet e kushtetutën është e pambrojtshme, zoti Kurti sot është i pambrojtshëm, nuk e di pse po tenton me mbrojt. Nëse ka argumente edhe ta. Mirë, veç flet mas meje. Na po flasim sot, gjatë tërë ditës, po flasim për shkeljet e kushtetutës nga zoti Kurti, duke filluar nga shkelja rregullorës. Po duhet mi paraprik kësaj që zoti Kurti nuk e njeh shtetin e Kosovës. Me veprimet e zotit Kurti, tregon që ai nuk e njeh as kushtetutën, as ligjet, as aktet nënligjore që rrjedhin nga institucionet tona, nuk i njeh as institucionin e kuvendit të Republikës Kosovës nuk e njeh. Pse nuk e njeh? Se ai nuk e zbaton asnjë procedurë që është e parapame me ligj. Pra sot, ai mbajti fjalëm në seancë, gjë që është kryesuesi kërkoi heshtje nga të tjerët. Ju lutem qetësi tha. Na po flasim thjesht ndoshta për një procedurë të shkelur, por një shtet është i formuar mbi procedura, sepse nëse nuk ka procedura, na kemi të bëjmë me anarki. Pra, na po flasim. Jahari ishte kryesues i rastësishëm edhe në 2 legislaturat e kaluara, por nuk i lejonte asnjë deputet tjetër. Është problematike sepse kryetari i kuvendit në këtë rast nuk tregoi guxim që me zbatu procedurat në bazë rregullore. Dhe unë menoj, kryesuesi, më falni. Dhe unë menoj që kjo është problem, sepse edhe për të, edhe për secilin në atë kuvend, është obligative ruajtja e rendit kushtetues. Dhe institucionit për të cilin është angazhu të gjithë deputetët dhe kjo Kosovë deri në vitin 2026. Po flasim për një. Po i bëjmë përgjithësi shumë të madhe vetëm 2 deputet tash. Jo vetëm. Zotin Albin Kurti dhe zotin Avni Dehari. Jo, patjetër. Po flet ata 180 deputet të tjerë për ta ruajtur rendin kushtetues. Kjo nuk është shkelja e vetme që ka ndodhur sot në Republikën e Kosovës. Sot, po ashtu në ditën e ndjeshme, secili ministër. Në ditë për certifikimin. Sot, ne nuk kemi aktualisht me betimin e deputetëve, na nuk kemi as president, nuk kemi as kryeministër, nuk kemi as ministra. Detyrat e tyre e ministrave do duhej me zbatu zaventës ministrat, sipas ligjit për qeverinë, mirë po nuk kemi as një lëvizje nga këto pozita të këtyre ministrave, ose duke fillu prej kryeministrit, i cili mban fjalëm në kuvend dhe thot të lutem kryesues lëna dhe pa kohë. Kush jeti? Kush jeti që me dhon kryesuesi ose kuvendi i Republikës së Kosovës më ta jap një të drejtë që nuk është e garantuar me ligj. Pra jetu e shkel kushtetutën, po kërkon kohë shtesë për bisedime të cilat nuk çojnë asgjë kunde, sepse ti kuvendin ke mujt me themelu sot nëse i ke votat. Nëse i ke votat sepse po pret arsyetimi i tij ishte për president. Po në anën tjetër... është procedurë ndarë nga kjo... Pra, është procedurë ndarë. Ndërsa kur flet në anën tjetër, para medjave, thot që është çështje numrash. Pra, dhe të kemi në basë nga njerë për na ikin, është çështje e thyrjes së presedanit. Pra, nësoftë se sot dikush del në kuvend dhe thot nuk lejoj që të shkohet tutje për çka do, sot në një çështje shumë. Nesër do të bjen shi, mbas nesër do të shkojnë simpozium në Greqi, mbas ati nesri ka diçka tjetër. Pra, po thehet presedani që dikush mundet të abuzoj, dalë foltorët kuvendit dhe dikush tjetër t'ja mundsoj abuzimin si që ja mundsoj sot zoti Dehari. Pra, kjo është presedani rrezikshëm i cili pastaj mund të krijojë anarki. Ideja është që zoti Kurti sot na tregoi që nuk i bëhet vonë as për shtet, as për kushtetut, as për legjislacion, as për asgjë tjetër. E rëndësishme është për zotin Kurti pozita e tij. Pra, nuk ka interes që të